Temperaturat e larta kanë bërritur edhe në qytetin e Vlorës, por ndonë se vera ka nisur, shatërvanet në hapësirat publike vijojnë të jenë jashtë funksionit. Ato që dikur shërbenin si një mundësi freskimi për qytetarët, sot janë të fikur dhe të braktisur. Në një kohë kur qyteti pret turistë dhe temperaturat po shënojnë rritje të ndjeshme, mungesa e tyre ndihet jo vetëm në aspektin estetik, por edhe si një lehtësim i vogël në përballimin e të nxehtit. Ka një vëzhgim në terren, rezulton se asnjë prej shatërvanëve nuk është i ndezur, duke humbur funksionin e tyre si element freskimi dhe zbukurimi për qytetin në ditët e nxehta të verës. Qytetarët shprehen të shkënjyer, duke theksuar se një qytet turistik si Vlora duhet të jetë funksional dhe estetikisht i rregullt në çdo detaj. Ata shtojnë se shatërvanët nuk duhen parë vetëm si zbukurim, por si ndihmë për banorët dhe fëmijët në ditët e nxehta. Ja i kanë prishur këta, kush i ka prishur, nuk e di. Fëmijë ka la që kush e ka prishur, se kështu, kur s'ka të vjen funksion, ti vë shteti, ti vë në funksion, të vjen kontrol, policë, të kaj policër, bërë rominar, kaj policër çdo vend kontrol, të vjen kontrol çdo vend. Ky është shteti vë kontrol, jo të rri shteti duke folur aty nga vendi dhe punë nuk bëjnë, tallen me popullin. Po Vlora mbytet në ujë dhe Vlora s'ka ujë. Shatërvani ka këtë veti që duke edhe ujtë, një pjesë e ujtë avullohet, a i merë nxehtësi nga mjedisi. Kështu që freskohet. Për freski. Çdo blok banesësh jashtë shtetit, që nga jemi 10 vjet në Itali, ka teren sportiv për fëmijë të vegjël, për moshën e mesme dhe për moshatarët. Moshatarët i zopin në sport. Çdo blok. Kurse këtu është bërë beton. Sikur ne do bëjmë luftë me botën. Edhe betoni ka sepse duhet dhënë strahimet. Mirë është të ndizën. Ne s'kemi ujë në shtëpi, çau ujë, ne jemi me orar. Çka kërkon ti u shatërvanin këtu? Ne jemi vendi i dytë në botë, në Evropë, që ke ujë. Sipërfaqe metër katror. Në territorin e Shqipërisë edhe ti s'ke ujë. Ujë të Bistricës, Delvinës, deri te gjithë ndet. Kanali i Shukut, që i thon ata. Ai është ujë i pishëm. Me përqindjet, me analizat që kanë bërë specialistët të ujë i pishëm. S'ka Delvina, s'ka Saranda, është turfa qezës. Që është këmë Izraeli e merë ujë nga deti, e pastron, e përdojë. Për vaditje, Arabia, Egypti, Katari, qarë shumë shteta dhe. Nuk punohet. Në pritje të masave nga autoritetet vendore, qytetarët kërkojnë që shatërvanët të vijen sa më parë në funksion, si pjesë e domosdoshme e atmosferës verore në qytetin mbretëtar.